Atë kujtohet hoxhë rasti parë, që sa kur një herë mirësh me pajtimin e gjaqeve dhe nëse të kujtohet rasti parë? Vallai, me rasti parë po, më kujtohet, i kam pajtu njerëzit para lufte, në vitin 1996, isha në aso kohë 15 vjeçar, 16 vjeçar, edhe isha imam në teren, për shkak se nesi ish medresant në aso kohë shërbenim për faljen e taravive në muajin e shenjtë Ramazan. Edhe në një prej katuneve të Kosovës, deshi Allahu xhalla xhelaluhu t'i bojmë disa veprimtari shumë të mëdha, dhe pse shumë i ri në moshë, kemi themelu një shkollë të vogël në atë kohë me vitrat e xhamatit, për shkak se fëmija vjen në mësimin larg prej qytetës, ku atë ishte gravitohej ky fshat. Pastaj atë në mesin ku jam i ftuar si hoxh për me shku në iftar, fëmija, domethënë rrugës i ndëgjoj, thonë se na nuk mundu marrë në iftar të jo. A fëmijët e dy familjeve komunikonin mes veti, luanin mes veti. Edhe unë shumë emocionova. Se këta fëmijë thonin se kena hoxhën, e kena hoxhën në iftar. Edhe unë shumë emocionova kur shkova, thash pse nuk i keni ftu këshit e juaj në iftar, edhe ata në mënyrën shumë nevrikose, me plot agresivitet, tha na nuk flasim me ta për shkak se kishin një gjak shumë të rënd, një problem shumë të rënd. Edhe une fillova me ju fol për sparit t'ja zbuti zemrat, edhe duke fol për derisa jemi në muajin e shenjtë Ramazan, më shumë normale të rridhen lëkurat tona, zemrat tona, të rënqethen lëkurat tona, edhe emocionova dhe për një qast nuk e di, halel o vlla, nuk e kam thonë me paramendim një fjali, sikur Zoti pas ka shkruar që çaja fjalë të bëhet shkas dhe ata njerëz të pajtohen para iftarit. Edhe ju tham, vallahi nuk ulna në sofër, as nuk bëj iftar, derisa nuk vinë edhe ata me bëj iftar me ne. Kjo është hera e parë që në emisionin tënd e RFA. Allah e shpërbleft. Allah e shpërbleft. Respekt për ty edhe gjithë donatorët e tu dhe gjithë njerëzit, stafi yt.